Një biznes në afërsi të liçenit të Virojit në Gjirokastër është përfshirë nga zjarri mëngjesin e sotëm rreth orës 9:10. Pas marrjes së njoftimit drejt vendngjarjes u nisën menjëherë 2 automjete zjarrfikëse për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe neutralizimin e flakëve. Me mbërritjen në vend, shërbimet zjarrfikëse konstatuan se zjarri kishte rënë në një ambient të biznesit, i cili përdorej për mbajtjen e kompresorëve të ajrit. Për shkak të natyrës së materialeve dhe pajisjeve që ndodheshin në këtë hapësirë, ndërhyrja e shpejtë ishte e rëndësishme për të parandaluar përhapjen e flakëve në pjesë të tjera të objektit. Zjarrfikësit ndërhyn menjëherë me mjete shuarse me pluhur dhe ujë, duke bërë të mundur izolimin dhe fikjen e zjarrit në kohë. Falë reagimit të shpejtë të shërbimeve, flakët nuk morën përmasa të mëdha dhe u shmang përhapja e tyre në ambiente të tjera të biznesit. Nga incidenti janë shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Pas përfundimit të ndërhyrjes, shërbimet zjarrfikëse kanë vijuar me kontrollin e zonës për të siguruar se nuk kishte më vatra aktive apo rrezik për reaktivizimin e zjarrit. Ndërkohë, shkaqet dhe rrethanat e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta dhe po hetohen nga organet kompetente, të cilat pritet të përcaktojnë edhe nëse zjarri është shkaktuar nga një defekt teknik apo faktor të tjerë.